نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Atë falenderojmë, prej tij falje dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të pastër dhe të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, do të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që shpëtojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke i shoqëruar me komente dhe fjalë të dietarëve dhe imamëve të muslimanëve. Jemi në vazhdën e haditheve të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij El-Adabul Mufrad, libër të cilin e ka veçuar me fjalë të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam për çënje yrnek dhe për çënje model se si duhet duket një musliman i mirë. Kapitujt e fundit që i përfunduam në ligjëratën e xumas së kaluar kishin të bëjnë me lutjet, kur fryn era, kur kemi bubullim, kur kemi vërshime e kështu me radhë. Dhe këtu Imam Buhariu përfundon këtë kapitull të gjatë të lutjeve të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, për të kaluar tani në kapituj të tjerë edukativ edhe formësues për besimtarin e vërtet. Kapitullin e radhës e ka quajtur Babun men haka kalam ar-rajuli 'inda al-'itab. Kapitulli i cili thot kur njeriu e përsërit fjalën e bashkëbiseduesit të vet në mënyrë qortuese. Dhe kjo ka qenë njëra prej formave të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, se si ndonjëherë mënyrën më të butë, më të mirë e ka qortuar fjalën e bashkëbiseduesit pa e lënduar ata, pa e shqetësuar ata, mirë po ja ka përcjell mesazhin. Dhe kjo ka qenë edukata e Muhamedit alayhi salatu wassalam, që bashkëbiseduesi ti përcillet ajo se nuk është në rregull, mirë po duke e ruajtur dinjitetin e tij, duke e ruajtur që mos preket, mos lëndohet e kështu me radhë. Thot Imam Buhariu rahimahullahu taala, an Abi Naufal ibn Abi Aqrab an abahu. Abi Aqrab ka qenë shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili një ditë për ditëve e ka pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam për agjërimin. Agjërimin jo të Ramazanit, agjërim vullnetar. Pra e ka pyet pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë: "Ja Rasulullah, tregom sa ta agjëroj." Pra në kuptimin e nafiles vullnetare, më trego se dëshiroj të agjëroj. I ka thënë alayhi salatu wassalam: "Sum yawman min kulli shahr." Pra jashtë Ramazanit i ka thënë këtij personit: agjëroje ka një ditë në mujt. Nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam shpesh herë përgjigjet kur ka të bazë me çështje vullnetare, i ka dhënë në bazë të takatit sa e ka pas njeri. Andaj e gjejmë se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekrit ja ka marrë këtë pasurinë sadaka, kur e ka dhënë Ebu Bekri, ndërkohë që një sahabi tjetër njëtin vepër nuk ja ka pranuar, për shkak se ky s'ka qenë i gatshëm me e bë të njëjtën vepër. Faqala sum yawman min kulli shahr. Ti agjëroje një ditë vullnetar në çdo muaj. Mirë, po këti ju ka duk pak. Pra një ditë në muaj me agjëru, ne agjërojmë këtë Ramazanin farz, e një ditë vullnetare mujna me agjërue edhe më tepër. Atëri ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: bi anta wa ummi zidni. Ka thënë pash, ti pafsha kurban nanë e bab për tyje, shtoje pak. Ma jep edhe një nasihat tjetër dhe një këshill tjetër. Atëherë kale zidni sum yawmayn min kulli shahr. Atëherë ka përsërit pejgamberi alayhis salatu wassalam dy herë fjalën e tina e Abi Aqrabit në mënyrë çortuese. Si ka thonë shtoje, domethënë shtoma në kuptimin a s'po del bolla, unë ta kallzova. Po pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë agjëroje një ditë të çdo muaj vullnetarisht. Ki ka thonë shtoma. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka përsërit shtoma fjalën e tij, pastaj ja ka dhënë një përgjigje tjetër, ka thonë agjëroj 2 ditë në çdo muaj. Nuk e ka shtu shumë,
ja ka shtu njerëz se e ka ditë se ky kapaciteti i tij aq përfundon. Qultu bi abi anta wa ummi zidni fa inni ajiduni qawiyan. Pastaj ka thënë, u bafsha nanën dhe babën, kurban për tyje shtoma. Atëherë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në mënyrë çortuese, edhe e ka transmetuar fjalën e bashkëbiseduesit, inni ajiduni qawiyan. Ka thënë unë e gjej veten që kam mundësi më shumë. Kta ka thënë ai. Ka thënë më shumë. Pejgamberi me ka përsërit, ka thënë më shumë. Unë më shumë, pra në kuptimin se unë ta dhash parën përgjigje dhe mos lyp tjera. Fa afhama hatta dhanantu annahu lan yazidani thumma qal sum thalathata min kulli shahr. Pastaj domodin e ka përfunduar debatin me kaq derisa ka menduar se nuk do t'ja shton më, se ja përsëriti fjalën në mënyrë çortuese. Sa i tha shtoma, pejgamberi ka thënë shtoma, pra nuk ka nevojë me ta shtunë me kaq klash, prap përzyti ka lip. Prapja ka përsërit fjalën pejgamberi alayhi salatu wasalam, duke mos shtu kur gjë. Qase sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë qenë në majë të inteligjencës dhe ndjeshmërisë për ta kuptuar reagimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, se ky reagim është shturtues, kritikues. Pra kur i ka thënë ai, shtoma ja Rasulullah edhe diçka, pejgamberi ka thënë shtoma. A je për me ta shtutja, edhe që ka përsërit fjalën e tij. Mirë, po përsëritja në këtë rast ka pas për qëllim kritikën. Atëherë thot mendova se për s'dyti nuk ma shton më. Mirë, po i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, shtoje, agjëroj 3 ditë të çdo muaji. Pra prej muajve të tjerë jashtë Ramazanit, agjëro mënyrë vullnetare 3 ditë të tjera. 3 ditë të tjera. Çka mësojna për kësajna? E para, mësojna se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka njoft gjendjen e dostave të vet. E ka dytë, ki mundet që kaq, ki mundet kaq. Dhe nuk i ka ngarku pos me ata që kanë mujt. Do më thonë, njënën e ka ngarku kaq, tjetën e ka ngarku kaq, pse? Se e ka ditë takatin. Dhe kjo argumenton se ai i cili i udhëzon njerëzit, i këshillon ata, i ngorkon ata, du të mi ditë kapacitetet e tyre. E nuk e ka ngarku këdhën, ti agjëroj një ditë mujt vullnetar bolle kije. Ky ka lip ma tepër, ja ka shtu edhe një. Ka lip edhe ma tepër, ja ka shtu 3. Pra 3 ditë. Në çdo herë ka shtu ka një ditë. Kjo ka qenë maksimumi që ja ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Për çfarë arsye? Ja se e ka ditë se ky njeri nuk ka mundësi për më tepër. E para. E dyta, pejgamberi alayhi salatu wasalam gjatë kritikës, çortimit, edhe kur ka dash me udhëzu bashkëbiseduesin se nuk o çështu çish po thuti, e ka shiku kush është, sa ka kapacitet me kuptue, dhe e ka këshirë mos ta lëndoje. Andaj maksimumin që ka po këtë ras pejgamberi alayhi salatu wasallam për t'i tregu se nuk ki mundësi më tepër, çfarë ka thënë? Ja ka përsërit fjalët. Ai ka thënë shtomi, pejgamberi ka thënë shtomi. Don, nuk je për të shtu, po nuk i ka thënë nuk jeti për të shtu, ti s'ki kapacitet, jo. Vetëm e ka përsërit fjalën e tina. Dhe kjo është prej ndjenjës apo prej hollësisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam në bashkëbisedim. I kujdesshëm deri në maksimum që mos lëndohet ndonjëri prej dostave të vet. Pastaj ka sjell kapitull tjetër Imam Buhariu, të cilin e ka thujt bab kapitull. Ky kapitull ka të bëjë me erën, mirë po me erën jo që ka e borëm në ligjëratat e kapitujve të kaluar, era e cila fryn, apo edhe shijun edhe vetimin e bubullimën, por kjo ka të bëjë me një erë tjetër, e cila është era e mëkateve. Dhe këtu Imam Buhariu dëshiron të bën lidhje në mes erës së cilën e mësuam kur fryn era e madhe, sikur që e pam para 2 ditëve, erë e fortë e cila shkaktoi edhe dame për shkak fuqisë së vet. Tani kemi këtu një erë tjetër. Cila është kjo era? Kjo është era e cila e shkaktojnë gjunahet, mirë po na nuk e dim. Transmeton Jabir ibn Abdillah nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se një ditë prej ditëve fryu një erë shumë e keqe. U ni një erë shumë e keqe e cila i bezdiste nga aroma e keqe çka e kishte. Dhe thot hajet, domethënë me të fortë unis, një erë e fortë, mirë po edhe erë kundërmon të keq. Atëherë thot Jabiri radhiyallahu anhu wa arda,
atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha këtyre: a e dini pika po vjen kjo erë? Kjo erë e keqe, kjo erë e ligë që së mbeduroni, a e dini pika vjen? Nëse na nuk e dim era kur vjen, pika vjen. As nuk e dim cili është sebepi që e ka shkaktue, as nuk e dim urtsin, ato i di Zoti. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wasalam flet me shpallje. Zoti e mëson, edhe ne ka thënë neve. Ata i kanë thënë sahabët: çka është puna ja Rasulullah? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: inna nasan min al-munafiqina اغتابوا أناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك. Atar ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, disa njerëz prej munafikave i kanë përgojuar disa musliman prej muslimanëve, edhe kjo erë është lëshuar si rezultati kësaj. Do më thonë, disa munafika kanë folë në prezencë të disa prej muslimanëve, kanë folë për disa musliman në mungesë të prezencës e tyre, dhe Allahu subhanahu wa taala ka shluket erë, derisa e kanë një erën e keqe. Kjo është hadithi të se ne ka transmetuar Imam Buhariu, pastaj ka ngjitur edhe me një transmetim tjetër nga Abdullah ibn Mas'udi, do ta shohim më andej. E para të ndërum xhamat, e ka lidh mes erës që fryn, erës së gojës dhe erës së rezultatit të erës së saj goje. Njëri kur flet, shlon erë për mi kriju shkronjat, apo i rregullon zanorët me bashkëtingëllore dhe flet. Mirë po kjo bëhet me ajër. A shlon erë. Kjo erë nëse nuk e formulon fjalën e mirë, shkakton dame, edhe universale, po na shpesha nuk e dina. Andaj në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam ka fri një erë keqe dhe ka ardhur një aromë jo e këndshme. Pejgamberi alayhi salatu wasallam minjëherë u ka lidh këtyre me çka? Me mëkatet. Ata nuk e kanë ditë pika vjen kjo erë. Çfarë nuk ka thënë? Ka thënë kjo erë është për shkak se disa prej hipokritave, munafikave i kanë përgoju, kanë bë gibet disa musliman, e kjo erë ka ardhur si rezultat i kësaj. Kjo erë ka ardhur si rezultat i kësaj. Tani lidhi këto tri era. Era e gojës, era e frymës, edhe cila? Kjo era e keqe cila e ka bardh frymë, u ka fut në përhund. Dhe këtë kjo e ka bë përgojimi. Andaj do të vazhdoni me Buhariu për ta fol çështën e përgojimit, ku thot babun al-ghiba wa qawlullahi azza wa jall wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Kapitulli i ri i gibetit. Pse ka lidh me gibetin? Se gibeti jo e shlon te gibonja, e shlon fjalën. Për këtë arsye ka sjellë Imam Buhariu në lidhje me erën kapitullin e çfarë? Kapitullin e gibetit. Gibeti çka është ndërum xhama? E kanë pyet pejgamberi alayhi salatu wasalam për gibetin, dhe ai ka shpjeguar më së miri. Dhe i kam shël këtë definicione të tjera. E kanë pyet pejgamberi alayhi salatu wasalam për gibetin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam çfarë ka thënë? Ka thënë gibeti është me përmend vllahun tan, kur ai nuk është aty, me diçka e cila ai nuk e do. Njëri prej sahabive ka thënë: ja Rasulullah, po nëse unë e kallzoj drejt, unë nuk rrej het, çashtu çish ka thënë, çashtu tham. Po shemu tham filani ka bosh këtë punë, ai po më ka bo. Ama nuk do me përmend mos pranit të tina. Çka ka thënë alayhi salatu wasalam? Ka thënë: nëse kallzon drejt, e ki bo gibet. E nëse ja shton, e ki bo biftan, ki bo shpifje. Pra gibeti është me kallzu drejt për një njeri që ka thënë apo ka vepruar diçka, por ai nuk është aty. Që kjo gibeti. Andaj thonë ghibe, gaib. Sa ai nuk është aty, e ti flet për ta. Edhe këtu Imam Buhariu ka sjell këtë hadith për të treguar se gibeti nuk është cilësi e mirë e besimtarëve, madje është cilësi e pandashme e munafikave. Jo rastisht ka thënë disa prej munafikave kanë bërë gibet disa prej muslimanëve dhe Allah e ka shlu këtë erë të keqe. Allahu xhelala ka shlu këtë erë të keqe. E para të ndërum xhamat, cila është? Çka mësojnë për kësaj që ka nxjerr në hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam? E para të ndërum është rreziku i gibetit dhe prekjes së nderave të njerëzve, prekjeve të njerëzve në nderet e tyre, dhe rreziku i kësajna në komplet shoqëri dhe në univers. Na shpeshherë mendojmë se mëkati e baj une
edhe zakonisht njerëzit çfarë thojnë? Po ki muven për këtë, ki mu ka çakin ju me muve. Apo njerëzit shtu mundohen me e trajtu mëkatin. Mëkati është i jemi, mëkati është i jemi, edhe unë e boj çka du. Edhe nëse ka pasoja, i baj une. Edhe mendon se është si me blej bukën duqan kur e blen, ai e blen sa doje dhe vete pagun. Ama mëkatët janë çashtu. Ama mëkatët nuk janë çashtu. Gjunahet nuk janë çashtu. Se gjunahet kur bëhen, dënimi vjen i përgjithshëm. Dënimi vjen i përgjithshëm. E ban një telashe, njani pi familjarve, njani pi evladve, këtë familje e vujnë. Këtë familje e vujnë. Njani smuhet në shpi, këtë mobilizohen me shnosh ata. A mundet të dikush me thonë, ti e i smuhet, banja halin vetë që ka dush. Jo, s'ka mundësi. Kur smuhet e vladi, së rri rahat, as nana, as baba, as lavi, as gjyshi, as gjyshja. Pse? Krejt i mobilizohen. Pse? Thot se filane i smuhet. A du kitë ku vetët me imlit bashk, më organizu bashk për me e mjeku e filanin. Apo? A mundet me thonë, po unë jam i smuhet ju, vazhdo një punë të juve. Jusë nuk mundet më vazhdo ashtu. Për këtë arsye, mëkatët janë çfarë? Edhe pse janë individuale, tatimin e kanë shoqëror. Tatimin e kanë shoqëror. Kjo është e para. Rreziku i gibetit apo i mëkateve në prishin e rendit shoqëror. A e shifni këtë të mëkate të cilat po na sjellin neve të lashe? Mëkate pas mëkate, gjunahe pas gjunahe, krime pas krime. Këtë këto zullume që bëhen në tokën e Zotit subhanahu wa taala, pasojat i vujnë bashkërisht njerëzit. Shqetësimin që e shkakton gjunahi i dikujna, është i përgjithshëm, edhe pse ai mëkatin e ka bëu vet. Kjo është e para, që ta dim se rreziku i mëkateve t'i kalon individin i cili e ka bëu mëkatin, t'i kalon edhe deri te ai i cili nuk e ka bëu mëkatin. E para. E dyta, rreziku i gjunaheve të cilat të na nuk duken të mëdha ato, ama të Allahu është shumë e madhe. Andaj Allahu që e ka shlu një erë të keqe, e ka një muslimant, e cila ka arë si rezultat i mëkatit të munafikave. E cila është ajo? Zakonisht te hipokritat gjua nuk ka kur një më pesh. Po ka folve ki s'ka po pale qka, veç ka thonë. Jo, mëkati gjuhës është shumë i madhë. Lëndimi me gjuhë është shumë i madhë. Kër e kanë baj iftira Aishën radhiyallahu anha wa ardhaha, dhe Zoti xhelle xhelalu ka zbrit pastrimin e asajna në shpallje Kur'an, në surën Nur, si e ka trajtue cilësinë e munafikave që kanë fol? Si e ka trajtue? Sa to kanë thënë, pa se s'tan pale çka. Apo e akuzojnë njerin, shpifin për njerin, flasin gjithçka çka është e keqe, pastaj thonë, ani be mos ta mora ai shumë madhe. Po si mos ta mora ti ka mundsi të degradu komplet, ja ka hum këtë fillën, edhe në fund, pa se nuk tham çka Allahu xhela thot në Kur'an. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Ju e menoni të lehtë këtë punë. Ju e menoni të lehtë këtë punë me fol për dikën. Ju e mendoni të lehtë ndoshta me fol për një besimtar dhe një besimtare. Wa huwa 'inda Allahi 'azim. Ama te Allahu është e madhe. Besimtarit të Zotit ka pesh. Muslimanit e Allahu gja ka pesh. Ebu Bakr Siddiku radhiyallahu anhu thot, muslimani ma i vogël te Allahu ka pesh son musliman. Se i besesh dhe Allahu xhelle xhelalu. Ai ka pesh, ti ka mundsi, ti për shembull është bërë për pas paraj. Ti ka mundsi, nuk ka digram nuk i çon. S'është problem ajo. Ajo punë luksitan, punë menës tane. Te Allahu muslimani ka pesh. Andaj shiko, cilësia e munafikëve është lehtësia e përdorimit gjuhës, e cila është shpeshher edhe të besimtar. Nuk thabe pale qka foli ki. Jo, që kjo e folme e ka trazu universin, që ki gibet e ka trazu universin, dheri se ka thënë Alehi Sallat dhe Sam, kjo vjen për gibetit. Kjo ere keqe vjen për gibetit. Po shpeshher neve Zotin e mbulon mëkatët për rahmet, e shpeshher edhe për urtësinë e vetë krijimit. Me paslan Zoti xhelle xhelalu të çdo mëkat çka e bën ti, me të ardh era ti s'ban gjuna mo. Ti s'ban mo gjuna. Se ti mbyll dyrt ka të vjen era. Ti mësani nuk e këshelan gjunahin se tu të shpi Zotit. E ashtë se Allah e ka bo gjuna. Po ti mësani nuk e ban gjunahin mës me të ardh era. Apo si Zoti Ibn Qayyim el-Jauziy rahimahullahu taala, sikur Zoti i Madh xhelle xhelalu në çdo shikim tanin haram,
në çdo shikim tanin haram, me ta pasmor ka pak shikim, ti e kshelan të shikumin haram. Ti s'kshekshir më gratuja. Pse? Jo që jo haram, po sa të shkusini. Ti me di se çdo e prak me në korrupcion është rrezik që dora jote me ira kanceri apo smuje ndryshme të këqija, ti mo nuk korrupton. As nuk vjedh. Pse njëri vjedh? Se e ka të sigur se nuk vjen thot kur gjo. Që 30-40 kur gjo s'm ka gjetë. Sa ai mendon se rezultati vjen me një herë. Allahu xhelle xhelalu i lën njerëzit për çfarë? Që tu anxher pimrena çka e kanë ata. Tu anxhere prej mbrenda çka e kanë. E çka kanë pimrena njerëzit? Njerëzit prej mbrenda dojnë shuj se s'u gjet kur gjo. 1 2 3 4 5, 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet thot po hacka. Apo shkon merr njëri me kamat pare, apo dhaj pret që minjar mi dal brinat apo ku e di çka më gjet. Jo. Ti vazhdo me jetu normal. Bile ndoshta Zoti të sprovon e t'jep edhe më shumë pasuri e që ti të mendosh shuj se bile që kanë udhë e vërtet. Andaj rreziku i gjuhës është shumë i madh për njeriu dhe për botën që na rrethon. Andaj duhet me ruaj gjuhën. E ka kap Muadh ibn Jabelin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë ruaje gjuhën. Ruaje gjuhën se mas shumë ti që njerëzit i fut në xhenem, çka është? Gjuha. Gjuha njeri me gjuhën e vet është i lidh. Insani është muwakkel, është i lidh për atë që e nxjerr nga gjuha e vet. Andaj shiko pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam sua lidhi më një herë sahabive, çka tha? Tha kjo erë e keq që vjen si dënim apo si rezultat i një gibeti që ka e kanë bo munafikat. 3. Besimtari të ndërum gjëmat në bazë për shkak shahadetit që ka e thot ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, zbën gibet. Në bazë është transparent, në bazë është i sinqert, besnik. Dhe besnikria ti ja obligon që mos me fol për kërkan që so ati. A që kjo besimtari? Që do dhim të transmetimi i radhës. Pse? Sepse besimtari, pse është besimtar? Se i beson Allahut pa e pa. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ata që e besojnë Allahin pa e pa. Ajo që ka shifët nuk besohet. E ki pa ma. Nuk i thuhet kërkujt besoj që ka dill. Apo a beson ti sot se është e gjuma ose është e premte? S'ki nevojë që me besu e premte. O, këtë din gjo e premte. Edhe jashtë është duke rashi. Me thonë, a beson? Jo, nëse nuk e shë e të lajmëron dikush, e ti thu, besoj që ashtu që shpo thu ti, që kjo besim. Ne si muslimani kemi besu Allahu Gjelle Gjelalu. Dhe qka e mirë dhe qka e keq na ka zonë Zoti Madh subhanahu wa ta'ala. E tani Zoti Madh te bareke wa ta'ala na ka lajmëru në Kur'an se gibeti është sikur me hangër mishin e vllaut tan vdekt. Bane e sab gjenazja, ka vdek vlau jot. Edhe ti me mor me hangër pisa. Është e njëjta te Zoti Madh te bareke wa ta'ala nëse ti e përmend një njeri ai ati. Pra në bazë besimtari nuk e bën këta. Andaj, shumë prej karaktereve dhe veprave të mira dhe cilësive të mira në bazë nuk parafetirohet mos mi pas muslimani. Ai ka bazë musliman. Jo në bazë thot, musliman, na duhet më thon muslimanit falu. Ai në bazë do të më ditë se në momentin që ke thon, ja musliman duhet më fal 5 vakt. Momentin që ke thon ja musliman duhet më thon zeqat. Momentin që ke thon ja musliman duhet më agjëru Ramazanin. Momentin që ke thon ja musliman duhet më bë haxhin, nëse i ki mundësi. Apo pse shahadeti ta obligon. Ti fakti që tha unë s'jam si ata që zbezojnë, do të thonë ti e ban këta. Edhe njëjtë është edhe te puna e gibetit. Ti ke besu Allahut pa e pa. Andaj edhe i beson Allahut kur të thot mos fol për dikan kush është aty. Besimtari zakonisht e ka, mi ia thon kur është aty. Le të jetë ai aty, ata rrethuja. Ama ai nuk është aty. E kjo është cilësi e njerëzve të lik. Jo rastësisht ka thënë pejgamberi alayhis salam, inna nasan min al-munafiqin. Disa njerëz nga munafikat ikhtabu al-muslimin, kanë bërë gibet muslimanët. Pra cilësi e besimtarit cila me fol sipërsi. E shumë për njerëzve çka bojnë 3 sahat rrim me dikan, sa të qohet ai. Heci thot ky edhe janë gjitja 4-5 emra aty. Të këqi. Po çfarë po janë gjët? Po pse si ja thave? Apo, shkoj ki te veçeli. Po pse si thave te veçel të kanë aty?
Shoj hec ki budalla. A veç na i lodh krijet me këto muhabete. Po pse nuk ja thave, po na i lodh krijet me këto muhabete, çfarë ti kura për aty? Cilësia e besimtarit është, nëse kimë thon diçka thuja atina. Shiko pejgamberi alayhis salam, ai njëri ardha ja Rasulullah, sa ditë më agjëru nafile? Tha një. Shtoma tha ja Rasulullah. Pejgamberi s'ka tha shtoma. Pra ja tha parasive, nuk i tha masive, çfarë i tha? Shtoma, nuk ka për ty kjo. Për këtë arsye të ndërruam xhamat, cilësia e besimtarit është transparenca. Çka e thot, çat e thot. S'ka një në mend. Unë e kam thënë këta pe kam pas për çelma tjetër, nuk ka mundsi. Pejgamberi alayhis salam ka qenë i qartë të folur dhe çfarë? Ka nxit në besnikëri. Andaj cilësia e besimtarit është transparenca, e kundërta e cilësisë së munafikit, e cila është tinxiria, dinakria, fshehja, mashtrimi, manipulimi, e kështu me radhë për fjalëve të cilat kanë të bëjnë me këtë kapitull. Tjetra të ndëruam xhamat. Shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si e lidhi minjar erën e keqe, frymën e bezdisshme çka e lidhi me gjunahe, që ti bën tërbije muslimanët, edhe pse gjunahen e kanë bërë munafikat. Por pse ja u kallzoi sahabeve? Pse ju tha sahabeve që kjo erë e keqe vjen pi gibetit munafikave? A i nxiti për jësa me shku me ju thonë munafikave pse na bani gibet ju neva? Jo, nuk o qëllimi kjo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte për qëllim që njeri gjithçka që ka ndodhur prej vërshimeve, shirave, bubullimave, vetimave, ta lidh me gjunahe, me vetën. O Zot na fal, astaghfirullah wa atubu ilej. E ne me çka i lidhna? Frymën, erën, vërshimin, me çka i lidhna? Na a di çuçi kënaqsh me na. Era fort. Po na ketin atë po që e fort Allah. Çe na ka thënë të kallxumën, apo? Që ta nxjerrin lajm me ti 130 km/h kon era. Po na e pa valla 130 km/h, na mor me karrike me këtaj. Kulmin e shkulli. A, lujm lajmin çka e pas ke kallxu. Kallxona pse po vjen që kjo erë. Kush ka të shkaktu këtë erë? Se na e pam se shumë e fort këti. A e bava që tavolinën pi venit e çoj. Na këta pedina. Apo, çfarë erë e fort? Ma kish bë këta, ma kish bë ata. Mona na këta ketin atë po. Ti mos na i kallzot kallxumën. Kallxona atë çka? Ha, e shkakton këta. Shiko pejgamberi sa çka tha. Kjo pi gibetit ato ardh. Kjo pi gibetit ato ardh. Të ndërum xhamat kur frin erë shpejt. Apo që bandam. Ai shkon secilit pineve menja të gjunat e veta. Po kanë mrin do pineve thot po jo s'po më kujtohet me kur gjë. Kjo është kulmi i arrogancës me Zotin. Kur ti nuk të kujtohet asnjë gjuna. Me lasje Allahin to kur gjë sa të bëkesh. Asnjë gjuna se ka. Kit miro, s'ka mundsi të ndërum xhamat. Ti i mirë, unë i mirë, ku ai keqi? Kur kush se që ndodhen so i keqi. Kejte që i ndorë se janë i miri, po dikush a të bakë të gjuna. Dikush a të bakë të gjuna. U ka dridh toka në kohën e Omer ibn Khattabit radhiyallahu, u ka dridh toka në Medine. Herën e pas vdekjes pejgamberit alayhis salam, me njerë është ngrit khutbe Omer ibn Khattabi, çka ka thënë? O ju njerëz, kush a të bën gjunanet anale, edhe një herë si dridhet toka unë dal pi këtu. Ama kom punë madhe Omeri me shlu Medinën. Ka thonë edhe një herë si dridhet toka, unë e dal pi këtu. Nal një gjuna, apo? Nuk ka thonë ai puna Allahit, po puna Allahit, se kush menohet që e ban tërmetin, e shijun. Po kitë Zoti i ban ato. Zoti madh xhel xhelaluhu e lëshon frymën. Po për çka e lëshoi? Ka një arsye, ka një sebeb. E çka i bani pejgamberi sa më tha, pigibetit vjen kjo. Pigibetit. Menna e bo Allahu xhel xhelalu neve shtëpia tona me erë të keqe, sa fol me keq, vallahi shpitanës unë. S'dalin parfemat e botës për me e lyja ti për me mujt me himenet rahat. Pse? Aq lig që flasim. Aq me mëkate që flasim. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e lidhi frymën e keqe, erën e keqe me çka? Me gjunahin e muslimanëve. Tjetra, shiko, pejgamberi alayhi salatu wassalam i mësoi këta sahabi, megjithse a gjunahin e ka bëti tërkush, pa atin ju shkon muhabeti. Rreziku i në përkëmbjes së nderit muslimanëve. Allahu gjelezon për nderin e muslimanëve. Ti me tasha një dost zden mirë. Me tasha sa ma nga që e ki, aqma e madhe rezistenca. Qaqma e madhe, qaqma afer që e ki njerin, aqma e madhe rezistenca kur dikush e ofendon ata.
Apo e Allahu xhel xelaluhu e do muslimanin. E do muslimanin për shkak imanit të tij. Si ja do gjunahet, ama ja do imanin. E ka musliman që kanë gjunahe, ka musliman që janë mesatar, dhe ka musliman të cilët s'bojnë gjunahe të mëdha, po bojnë diçka të vogël. Allah i do ata më tepër. Sa më e madhe që grada e muslimanit, aq më e madhe xhelozia e Allahut për ta. Deri sa ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men haraba li waliyan faqad adhantuhu bil harb. E me bë me mriki muslimani gradën e mitësisë, evlia i Allahit, thot pejgamberi alayhi salam, e kush më mundon dhe shqetëson një evlia temin, i baj luftë. Luftë i baj. Pse? Se Zoti xhelozon për muslimanin. Zoti dunjan e ka kriju për me kon musliman. Të nderuam xhamat. Shkurt. Apo dunjan e ka kriju për me kon musliman. Kur i çojmë na musliman të vorrët, njerëzit kur vdesin, a ja u çojna firmën këta gjë? Parët këta. Tuat janë kanë vëllai maj. Jo, vish dua. Allah e falt. Zoti e falt thojna. Do me thonë kapitulli jot mbaron me lutje. Kapitulli muslimanin mbaron me falën e xhenazës. Xhenazës ka as rruku as sejdë. Çfarë ka? Dua. O Zot falë më shiroj e jepja xhenezin. Për këtë arsye të ndërum xhamat mos t'i japna shumë zor. Mos t'i japna shumë zor. Puno, zhvillo, jeto. O mos kujto që Zoti t'ka pruar veç për me punue. Me mbledh parë na. Ku mi çuat të parë? Ku mi çuat të parë? Ka thënë. Po mbledhën na parë, po ku piçojna? Ku piçojna? Të ndërum xhamat, le të bëjmë pak më të vëdijshëm. Mamë, edhe armiqtë e Zotit kanë parë. Kanë banka, kanë pasuri të madhe. E pastaj i shfryzojnë ato për me bëj gjuna. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam i mësoi këtë sahabi se nderi i muslimanit është i madh. Nderi i muslimanit është i madh. Nëse nuk e merr dënimin këtë dunja, se nuk ka kush me e zbatue ligjin e Allahut në tokë, mos kujto se nuk e merr në ahiret. Atëherë edhe më të madhe. Atëherë edhe më të madhe. Tjetra të ndërum xhamat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë i ka kësi syt e muslimanëve ka gjunaat që s'ja unojnë njerëzve menën shumë. Zakonisht për shembull na kur dojna me lidh, nëse dë një herë me zlisë e lidhna një pasoj me një mëkat, zakonisht se e lidhim, po rakia shumë atu pi valla. Apo në rregull o kjo. Apo edhe desh po dalin njerëzit, edhe kjo është e vërtet. Apo muzikë pëngojnë, po. Ama këto janë mëkate dukshme. Rakia, kamata, zinaja, këto janë mëkate dukshme. A ato mëkate tinza? E pejgamberi sallallahu në këtë erë e lidhi me mëkat tinza. Nuk sa janë të pi shumë do raki, Allah e ka që këtë erë. Jo, se ta këtë e din. E lidhi me një mëkat që nuk ju shkoj menja që kjo erë e keq ato arse rezultat i asaj, e cila është mëkati që sinohet menja, shemo gibeti. Gibeti. Cili për neve të ndërum xhamat kur e lidh prapsien që shoqëria aty ku ka e prapa, e thot, jena të rrejt, për shumë e na të rrejt. Se në të kalëzot drejt. Zakonisht në e pritna, apo qka pritna? Do një gjuna, zina, raki, bijaz, kazino, drog, jo, ka dole. Këto këtë janë mëkate, këtë janë dukshme. Ta së në mshej kërkush, s'ka që ishe maskon këtë gjuna. A që së mlohet trupi me miniq. Ty s'ka nevoj me më kalëzu, shumë e të dalë deshta, këto po shifën. A gjuna dhe gjuhës që nuk shifën, rrejnë të njerën që aty, apo, ja shet një material, ti kompletet, ti e di që i të rrejnë, ti i pari di që i të rrejnë. Apo, edhe po të kështë kur edhe talun, mini herë, mësanena e buhanifën këj. Mashallah, te barek Allah. Ba ma ki mini herë që aty e përzin kafën me kalëzu dërës. Pse? Sepse është bo ki mëkat i pandishëm. Shtash kur gjave, pa o gjitha që shtu duhe, se unë e kur t'i shes këto. Që të para nuk u kam ri njeri. Le që me ndi barën e rrenës, thot ka pak që shtu pa i fladit nuk shitët kjo. E unë e thot si ku mblek këto për menet muzej, do të mu shit këto. E tash ti për mi shit këto të shme rrejta. Do të me rrejt një dunja, rrejkja e rrejt. Në tash, para më nuk u kam ri shëshëria, a i dëgjoni fjallë të njerëzve, su ka bo kur kujt mi besue. Pse? Pse su ka bo kur kujt mi besue? A qatë shumë ka një rejna, pse na e dina që edhe vetë rejna, su pas ka bo kur kujt mi besue, që ta shejtani e do. Që që ka thonë Hasan al-Basriu, ka shku një njeri ka thonë, o hoq,
kur baj gjunat, çka me bë? Ka thonë ban tobe, istighfar. Ka thonë e baj prap, ka thonë ban prap, istighfar. Po unë e baj prap, ka thonë ban prap istighfar. E dikur ju ka du ka thonë, po kjo ajgare ma unë e ban gjuna ban istighfar. I ka thonë asë mësë ju ka dale. Shejtani do me mri që tu. Ku do me mri shejtani? Që ti të thoje, ajde balë mo tash, ti gjuna istighfar, ti e baj ajgare këtë puna. Jo, sa herë mas gjunohet banë istighfar. Sa herë mas gjunohet banë istighfar. Sikur që, sa herë ti pi uj. Njërë me thonë, balë mo me këtë uj, Allah, u mitë të pi uj. Po uju në nevoj e emja. A me thonë dikush për shembull, balë mo me buk. Po me qka me balë, me qysh me majtë vetën. Andaj, sikur që s'mundimi ne me ju shmang ushimeve që e majnë trupin ton, në nuk mujna me ju shmang edhe istighfarit, taubës. Qka tha nësë pasë ju? Tha e që tu do me mri shejtani. Që ti të mrish me thonë, gjuna istighfar, paket e prova. E qka është propozimi shejtanit? Graj vëlla me gjuna edhe leket pun. Apo? Pse nuk thot graj me istighfar? Jo, e thot graj me gjuna, leshtash. Mos lujti me Zotin, dje bane gjuna, sot istighfar. Edhe na të ndërum gjëmat. Mos mrimi deri në atë pik që me thonë, o gjo kur kujt mos jam ti besue. Pse? Shiko njëzë kur kanë mrije. I të gjënë duke thonë, s'ka më gradë ndershme, s'ka më, qa fol me njëri pa lidhje kështu. Pse ki ka mundësi, ka pas 3-4 raste, po 10 raste, po 100 raste, dhe në to ka pas sene që nuk besohen, dhe mundohet këtë dispozit me aton krejtu, jo të ndërum gjëma. I ke pa 2 njerëzit të vjedhë, nuk vjedhën ketë, ala ka njerëzit nuk vjedhën. I ke pa 2 njerëzit që kanë korruptu, jo s'do me thonë që këtë korruptojnë, ka dale pak prit. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush thot se krejt njerëzit janë prisha, janë më i prishti. Se ja tu dosh me bo normal, no. A be thot leje mos fol. Apo ndera, lejnë të fol për ndera. S'ka më të ndershëm. Kush e ka thonë këta? Tja i ke bërë ngen keta. Kardiologi i shkupit i ka këshirë krejt, çfarë zemra kanë, ja ka dhënë hukmin komplet. Jo të ndurun gjëmon. Ka njerëzit mirë, ka njerëz që e dojnë Allahin, ka njerëz që e dojnë pejgamberin selam, ka njerëz që e dojnë të mirën, dojnë me bo mirë, dojnë me ndihmu, dojnë me dhanë sadaka. Ka njerëz, me këto njerëz Zoti e ma tokën. Andaj që ka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha disa njerëz kanë bo gibet e Zoti e ka shluket erë. Andaj, le t'ja nojna menën gjunaeve tinza, gjunga, kur rren, kur flet, kur shar, kur ofendon, lëndon, e ki bo zullum dikujna ki shku me ra me flet rahat. S'mon është ti me flet rahat. S'mon është me flet rahat se ki bo zullum. Pra këtë asyut ti e shtir vetën që e rahat, për ta mashtru Allahun subhanahu wa taala dhe vetën. Ama mëkatit ndjek, dhe pasoja mëkatit të ndjek. Kjo është ajo që ka sjellë Imam Buhariu në këtë kapitull, për të vazhduar pastaj me lein Allahu te bareke ve teala me hadithet e radhës. Elusim Zotin e Madh xhelle xhelalu me këtë temë dhe cilësitë të larta që Allahu subhanahu wa taala na ruan për gjitha mëkateve, na ruan për gjitha gjunave dhe për pasojave gjunave. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu ti paston zemrat tona, ti paston shpirtat e tona, ti paston durrët e tona, ti paston trupat e tona. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Zoti xhelle xhelalu aty ku ja kemi çollu Allahut na shpërblen, ajo ka qenë për Zotin, e kudo që kemi gabuar ka qenë për neve, edhe për shejtanin. Elusim Allahun që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.